Hoxh, në namaz e farz, kur jemi me ballë në sejdë, bën të bëjmë dua? Bën edhe në shqip, se disa thot nuk bën. Transmetohet në hadith, siç kuptohet pra prej hadithit, se momenti kur njeriu është më pranë krijuesit gjithësisë, është në sejdë. Prandaj me bërë sa më shumë lutje. Kështu që me lut Allahun e lartësuar sa më shumë kur je në sejdë. E përsa i përket lutjes në shqip, lutesh shqip. I kërkon Allahut lartësuar pra atë që ti ke nevojë, atë që ti ke dëshirë. I lutesh Zotit gjithësisë. Dhe përderisa njeriu, pra dikush, nuk i di ato lutjet për shembull të gjitha, atëherë lutet në ato që di. Dhe i kërkon Allahut lartësuar atë që ti ke dëshirë, Zoti rujt.